Rikthehemi në transmetim drejt për drejt, në thuaj mirëmëngjes, jemi si në radio dhe në televizion, Radio Korça, Ardhë Korça, me një të ftuar në studio, do të flasim për një organizim shumë të veçantë, bëhet fjalë për një festival mbarkombëtar të këngëtarëve lirik të shkollave të mesme të muzikës, Petrika Dallkuçi, kryetari i Këshillit të Qarkut. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, përshëndetje, faleminderit për ftesën gjithmonë. Kënaqësitë të kemi në studio, aq më tepër që flasim për një organizim që duket se rikthen historinë e viteve 80, kur dikur ka qenë një organizim i tillë i këngëtarëve lirik dhe do të jetë kjo prova e parë për ta risjellë në kohë, por edhe për krijuar një hapësirë kështu mbarkombëtare për të gjithë këngëtarët lirik në nivel jo vetëm kombëtar, por edhe më gjerë. Po, patjetër Korça ka patur një traditë ndër vite, jo vetëm në evidentimin e talenteve të qytetit të Korçës dhe të qarkut të Korçës, por gjithashtu ka qenë edhe, si thua, një skena ku janë evidentuar edhe talentet të gjithë Shqipërisë, madje shumë emra të shquar të muzikës shqiptare, si Edith Mjali apo Inva Mula, kanë debutuar në këto skena apo festivale që janë organizuar dikur në të kaluarën në skenën e teatrit Adnan Zakoçopi në Korçë dhe jo vetëm. Kështu që Këshilli i Qarkut prej vitit kaluar, faktikisht në bashkëpunim edhe me shkollën e muzikës, në një bashkëpunim të ngushtë, është një bashkëpunëtori ton i shkëlqyer në lidhje me aktivitetet që ne organizojmë. Kemi diskutuar së bashku dhe kemi vendosur nisjen, si thuash, apo rikthimin më saktë të këtij festivali mbarkombëtar të këngëtarëve lirik të shkollave të mesme. Them mbarkombëtar mbasi do kemi 8 shkolla nga brenda kufive të Shqipërisë dhe gjithashtu kemi ftuar dhe shpresojmë të kemi prezencën e 3 shkollave të tjera, të Prizrenit, të Gjakovës nga Kosova dhe të Tetovës nga Maqedonia e Veriut. Kështu që shpresojmë që t'i kthejmë një traditë dhe të jemi të suksesshëm. Unë besoj se do jemi të suksesshëm. Si lindi ideja për ta ishte një ftesë nga shkolla e mesme artistike Korçë, e cila ka një histori suksesi me të gjithë emrat që kanë nxjerr, ishte prej tyre apo ishte një propozim i juaj me mbështetjen dhe bashkëpunimin me shkollën? Faktikisht ka qenë një propozim i Këshillit të Qarkut në lidhje me të pjesë, duke parë se çfarë të themi mundësish ka shkolla e muzikës dhe duke parë potencialin e saj. Fillimisht na lindi ideja që ta organizojmë këtë festival. Thjesht ishim në diskutimin e datës dhe se si mund ta bënim ne ta kthejmë në realitet këtë ide. Sigurisht që bashkëpunimi me shkollën e muzikës, pastaj mbas sa ide e cila u pranua nga drejtori i shkollës muzikës Ilir Zguri, të cilin gjej rastin ta përshëndes dhe ta falenderoj për ndihmën e deri tanishme deri në realizimin me sukses të këtij aktiviteti. Edhe ata dhe ne jemi marrë me pjesë në njoftime duke komunikuar me drejtorët e shkollave përkatëse brenda Shqipërisë, por shkolla e muzikës ka diskutuar dhe ka bashkëbiseduar dhe me drejtuesit e shkollave të muzikës edhe jashtë kufive, pra me drejtuesit e shkollave të Prizrenit, të Gjakovës dhe të Tetovës, nga cilët kemi pritshmëri për paraqitjen e tyre dhe realizimin me sukses të këtij aktiviteti. Vjen në një emër shumë të njohur, siç është emri Teftazashko Koçës. Pra ky organizim i parë i këtij festivali ose rikthimi i tij vjen në këtë emër. Pse u zgjodh ky emër? Po, faktikisht është një emër simbol i muzikës korçare. Faktikisht muzikën korçare e përfaqësojnë shumë emra prej së vërtetës. Pa diskutim Korça është gjithmonë një jo vetëm si qytet, po një trevë që gjithmonë kanë nxjerrë talente dhe zëra të jashtëzakonshëm, jo vetëm në drejtim të muzikës, po edhe në drejtim të gjithë fushave të tjera të artit, edhe në teatr dhe në fusha të tjera, pra edhe në aktim. E menduam që do të ishte si emri më gjithëpërfshirës themi apo më përfaqësues i këtij festivali, sigurisht një korçare e famshme, ndonse e lindur jashtë kufive të Korçës, me prindër korçar, pra është e lindur në Egjipt, gjithashtu dhe bashorti i saj, Krisaq Koço, përsëri një korçar me origjinë nga Boboshtica, dhe e menduam që do të ishte emri më përfaqësues themi i këtij festivali mbarkombëtar të këngëtarëve lirik të shkollave të mesme. Po dhe një augur i mirë për vazhdimsinë e këtij festivali, meqense parashikimi është që ose mirë programimi është që ky të jetë rikthimi i parë, por do të ketë edhe të tjera në vazhdim. Sigurisht që po. Çdo aktivitet që Këshilli i Qarkut ka nisur, nuk e ka nisur për ta organizuar vetëm një herë,
flasim për aktivitete pra të cilat ne kemi pritshmëri, kështu që sigurisht kjo do të jetë vetëm hapi i parë i shumë aktiviteteve apo i shumë viteve të tjera në të cilat ky aktivitet do të zhvillohet. Si vjet ne themi kemi pritshmëritë fillestare të një aktiviteti, ndërsa për vitet e tjera ne themi që ky do të marrë ngjyra dhe nuancat e duhura, ku sigurisht qëllimi i këtij aktiviteti do jetë edhe evidentimi i talenteve jo vetëm të Korçës, por gjithë Shqipërisë dhe si thua reklamimi i tyre edhe për te kufive të Shqipërisë. Do të jetë një skenë e madhe për këngëtarët lirik që do të jenë pjesë e organizimit të këtij festivali. Kur do të organizohet dhe si është menduar të organizohet? Tani festivali do të organizohet në datën 29 prill në ora 19 në teatrin Andon Zako Çajupi. Shkollat kanë sjell një pjesë e mirë e tyre, i kanë sjell dhe programet që do të përfaqësohen në këtë festival dhe jemi duke ndërtuar skaletën në këtë moment që flasim. Do të evokojmë sigurisht historinë dhe traditën, pra në çeljet e këtij aktiviteti do evokohet tradita e këtij aktiviteti në vitet e mëparshme, pra do t'i bëjmë jehon. Pra do të vi pak edhe historia e zhvillimit të tij. Patjetër do të vi dhe historia, pra nga e morëm ne spunton për ta zhvilluar këtë aktivitet, pa diskutim, pra ne gjithmonë duhet dim nga vim ku jemi dhe ku shkojmë, gjë e cila Korçës nuk i ka munguar asnjëherë për së vërtetës. Kështu që mbas këtij prezantimi, secila shkollë të themi do të garoj apo do të jap shfaqjen e saj me performancat e këngëtarëve lirik me të cilët ata do të përfaqësohen dhe besoj që do të jetë një jo vetëm një orë apo një orë e gjysmë që do të kalohet shumë bukur, por kënaqësia jon do të jetë dëgjimi atyre zërave të cilët ne nuk kemi patur mundësinë që t'i dëgjojmë dhe edhe ata gjithashtu të ballafaqohen me njëri tjetrin, pra këngëtarët lirik të shkollave të mesme, pra nxënësit të shkollave të mesme, jo vetëm të shkollave brenda kufive të Shqipërisë, po dhe jashtë saj, kështu që besoj që do të jetë një eksperiencë e bukur për gjithë dhe pastaj më tutje ne do të vazhdojmë me, si thuaç, me dhënien e certifikati i pjesëmarrje për të gjithë këta këngëtarë, e cila sigurisht që do të jetë edhe një pjesë e CV-së tyre në të ardhmen. Pra ky rikthim i parë nuk është menduar me juri, me pjesën e vlerësimeve, do të është ideuar vetëm në këtë formë, pjesën e dhënies certifikatave si pjesëmarrës. Më e rëndësishme për ne ishte që ballafaqimi i parë dhe njohja me, të themi, me asetet që ka çdo shkollë muzike brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, po dhe jo vetëm, sikundërtash do kemi edhe performanca nga shkolla muzike që janë jashtë kufive të Shqipërisë, sikundër përmendet edhe nga Prizreni, nga Gjakova dhe nga Tetova. Por e menduam ta bëjmë këtë festival si faz të parë pa pa zhvilluar një konkurrencë të mirëfillt, po mbase në vitet në vazhdim, pse jo trendi është që do shkojmë drejt. Do të kemi një juri, do të kemi një juri dhe vlerësime. Është shumë e rëndësishme për publikun si është pritur ftesa e organizimit nga ju, si Këshill Qarku, nga shkollat e tjera që do të jenë pjesë e këtij festivali. Faktikisht ne kemi pasur edhe eksperienca të tjera në këtë drejtim, pra në kuadrin e organizimit të aktiviteteve kulturore me nxënës të shkollave të mesme dhe jo vetëm, të cilat i kemi bërë edhe vitin i kaluar dhe si vjet, kështu që ftesa është pritur jashtëzakonisht mirë për së vërtetës dhe në Korçë të gjithë vinë me kënaqësi, pa diskutim për atë çfarë përfaqëson, jo vetëm, po e përmenda një herë, jo vetëm Korça si qytet, po gjithë qarku i Korçës, gjithë Treva jon. Dhe kemi pritshmërinë që të kemi 8 shkolla artistike nga brenda Shqipërisë dhe 3 shkolla të tjera, pra rreth 11 shkolla që do ballafaqohen me njëra tjetrën, pra kanë shfaqur interes, të cilin e presim që ato ta bëjnë duke marrë pjesë në këtë aktivitet dhe duke dhënë më të mirën e tyre në këtë festival mbarkombëtar të këngëtarëve lirik të shkollave të mesme.
Do të jetë një organizim vërtet i arritur, aq më tepër që rikthen një traditë e ershme qytetit të Korçës, por dhe një skenë që do të sjellë talentin e të gjithë atyre që mësojnë për shkollat e muzikës, jo vetëm brenda kufive të Shqipërisë, por siç e thatë edhe ju, do të kemi edhe nga Kosova dhe nga Maqedonia e Veriut pjesëmarrës. Po. Unë mendoj e para njëherë që është shumë e rëndësishme ballafaqimi ndërmjet të rinjve. Sigurisht që tashmë ata janë mësuar me skenë, nuk mund të themi që kjo skenë do të shërbejë që ata të nxjerrin, të themi, emocionet. Ata, unë mendoj që ata do vinë të përgatitur për të pjesë, për ata tashmë i kanë nxjerrë emocionet në për skenat ku ata kanë kënduar në për koncertet e ndryshme që kanë organizuar shkollat e tyre të mesme. Megjithatë do të jetë një përvojë e re në rrugëtimin e tyre artistik. Absolutisht po. Një event si ky festival unë mendoj që do të jetë i vlefshëm jo vetëm për ta, për pjesëmarrësit, për ne, por do të jetë i vlefshëm edhe për vitet e tjera që do vinë dhe për të gjithë studentët të shkollave të muzikës, të cilët unë gjej rastin ti falenderoj, jo vetëm ata që studiojnë në shkollën e mesme të muzikës Tefta Tashko të Korçës, por të gjithë studentët të shkollave të muzikës në gjithë Shqipërinë edhe pas kufive të Shqipërisë, të themi, pra nxënës të shkollave të Kosovës apo të Maqedonisë së Veriut, gjej rastin ti falenderoj sepse sot të merresh me art është një gjë vërtet e bukur, por është njëkohësisht edhe e vështirë. Po, është një sfidë më vete, janë vështirësi që dihen në fushën e artit dhe në instrumenta të veçanta mbi të gjitha. Të dienin tuaj, ka organizime të tilla në këtë formë për sa i përket këngëtarëve lirik në rang kombëtar? Në rang kombëtar nuk e di, por gjithsesi jam në dieni që konkurse të kësaj natyre organizohen. Patjetër organizohen, por mund të jenë të organizuara, të themi jo nga një institucion shtetëror, sikundër po organizon Këshilli i Qarkut në rast, mund të jenë iniciime private, themi në lidhje me të pjesë. Ose edhe rajonale, ose edhe rajonale. Jam në dieni të disa konkurseve të tilla të zhvilluara. Në të paktën vjet ose par vit kam qenë edhe vit pjesëmarrës në sallën e koncerteve Tonin Arapit në Tiranë, të shkollës mesme Jordan Misja të Tiranës. Ka qenë një aktivitet i kësaj natyre jo për këto mosha, por ka qenë për mosha më të vogla prishës vërtetës, dhe ka qenë një aktivitet mjaft interesant, por që besoj që ky aktivitet që ne organizojmë si Këshilli i Qarku është i pari apo iniciativa e parë në rang kombëtar. Dhe për të meriton një falënderim për këtë pol të rëndësishëm që do të krijojë për sa i përket këngëtarëve lirik, sepse do të jetë tashmë një traditë që do të rikthehej dhe do të kemi organizime të tjera në vijim. Synimi i aktiviteteve që Këshilli i Qarkut kryen është e para një evidentimi i talenteve pa diskutim, po dhe si themi të paturit e një jete artistike, jo vetëm në bashkinë Qendër Qarku që është Korça, por në gjitha bashkitë e tjera. Kështu që unë them patjetër që një falënderim i parë do të shkojë gjithë pjesëmarrësve. Kjo do jetë sfida jonë. Por dhe ju si organizator, përgëzime për këtë ide dhe për nismën për të sjellë dhe për të krijuar aq më tepër një pole, një skenë të tillë për gjithë talentet e muzikës. Patjetër, kjo është një sfidë edhe për Këshillin e Qarkut, ndonse themi i vogël në numër punonjësish, por gjithsesi me shumë ide dhe me shumë angazhime. Edhe me shumë dëshirë për të gjallëruar jetën artistike. Absolutisht po. Madje mbas realizimit me sukses të këtij aktiviteti, ne në muajin maj do të kemi një aktivitet tjetër të shkollave të mesme të muzikës, të gjithë shkollave të mesme të përgjithshme të gjithë qarkut të Korçës, ku do jetë aktiviteti Pulson Stars, i cili do të zhvillohet në çdo bashki të qarkut të Korçës, pra duke nisur që nga Kolonja, nga Korça, nga Pogradeci, nga Devolli dhe në Pustec dhe në Maliq gjithashtu, ku do të evidentohen talente të shkollave të mesme të këtyre bashkive e para njërë, dhe do të ketë një shfaqje apo një performancë në çdo bashki, dhe më pas do kemi një natë finale të këtyre shkollave, që do të mbahet. Edhe ky një organizim i ri që vjen. Faktikisht ky nuk është një organizim i ri, por si vjet
është ajo çfarë kemi sjellë ne risi, është organizimi i këtij aktiviteti në çdo bashki. Vitin e kaluar të themi shfaqjet e bashkive janë realizuar në qytetin e Korçës, të gjitha shfaqjet e tyre në emrin Rinart. Pra si vjet vjen me një si Rin Show që u mbyll me sukses emrin e kaluar. Po patjetër ku kam qenë edhe pjesëmarrës dhe do t'i falenderoj të gjithë ata të rinj që kanë qenë pjesëmarrës dje, ishte një aktivitet jashtëzakonshëm ku ne pam që kemi të rinj e para dhe e dyta ne prodhojmë art. Pra kemi shumë të rinj të talentuar. Po skena e ka dëshmuar më së miri me gjitha shkollat pjesëmarrëse në edicionin 18 të Rin Show. Po patjetër, pra edhe ky aktivitet për cilin unë po flas, sigurisht ka qëllim e para njerë që ne kemi të rinj dhe të rinj tan janë të talentuar në fusha të ndryshme dhe një pjesë e mirë e tyre janë dedikuar artit dhe ardhmja e tyre mund të shkojë drejt atij drejtimi që thamë është vërtet i vështirë, po mjaft i bukur si arti, pavarësisht fushës së artit, pra ku mund të jetë themi kënga apo aktrimi apo fusha të tjera. Ju unë i përgëzoj për punën tuaj, për organizimet dhe për vëmendjen që i kushtoni artit dhe gjithë veprimtarive që lidhen me të, në veçanti kur përfshihen të rinjtë, sepse dihet që ata janë, le themi, ata që do të përfaqësojnë artin nesër, nëpërmjet talentit të tyre në të gjitha fushat. Pa diskutim, përparësia jonë janë të rinjt, duke qenë se ata janë gjithmonë e ardhmja. Dhe nëpërmjet këtyre aktiviteteve, si kundër e thash në fillim, ne evidentojmë dhe sigurojmë jo vetëm të ardhmen artistike të Korçës, por edhe të Shqipërisë, por edhe gjithë drejtimet, gjitha të nxënës, të cilët nesër do të jenë ata që do të drejtojnë Korçën dhe gjithë Shqipërinë. Mirë, ju falenderoj për pranimin tuaj në Thuaj Mirëmëngjes, ju uroj shumë suksese në veçanti me organizimin më të ri që do të jetë pas nesër në skenën e Teatrit Anton Zokoçajupi, ku do të kemi plot 9 shkolla nga brenda Shqipërisë dhe jashtë kufive të Shqipërisë që do të jenë pjesëmarrëse në këtë festival që rikthen traditën. Festivali vjen në emrin e të mirënjohës Tefta Tashko Korço dhe përfshin këngëtarët lirik. Po, unë ju falenderoj shumë për ftesën, se gjithmonë televizioni i Korçës është gjithmonë një ekran ku Këshilli i Qarkut ka gjetur një mbështetje dhe kemi shfaqur gjithmonë ato aktivitete që ne kryejmë, kështu që edhe unë gjithë njërë rastin t'ju falenderoj për punën tuaj të përditshme në shërbim të informacionit dhe në çdo drejtim që ju i bëni të ditur jo vetëm publikut të Korçës, por edhe të Shqipërisë. Kështu që faleminderit. Patjetër. Mbyllim bisedën në studio, ishte me ne Petrika Tollkuçi, kryetari i Këshillit të Qarkut Korçë.